Kombëtarja. Unë i thëmë reprezentacioni i Kosovës, që është me të mëshme. A i thu dhe që njës tani njëjtë veç? Ja, se e thëmë kombëtarja. Vëshe. S'to ka standardin njëjtë. Këtu të reprezentacioni i Kosovës, mos ta lidhem me të spahijën të lojtarët që luajnë për Kosovën, kanë fillu lojtarët me luajt për përfaqësuesën e Kosovës, e jo për vete. Se shumicën e herave, këta e merr ke topin, mundoj kemi varit 2 ose 3 lojtarë, edhe ose del ke topin e ose në korner dhe u ktheke, apo këshin shikust. Kanë fillu, po. Jo, dëshin mi bo reklam vetit para familjarët vetë dhe para shikuzve. Tashin bo, jenë kalujnë si profesionist, në vërtet. Kjo po, edhe në ndeshën e para 2-3 dite, që ka qenë bukur e dëbë, për mu, unë e jepi në të kaluse, sepse ka fitu, po s'ka qenë e komponu me ekipi, i përfaqësues Kosovës, ka qenë koqë i hutum. Shkëshin grumull, me të qenë kratë hapur, s'kesh lojtar që kuj me gjujt topin, kështu që u cilë ke topin dhe bëshin gabime. Sonte kanë lujt shumë bukur, sonte kanë lujt për Kosovën, jo për shikus, po kanë lujt për me fitu, se te ke fundit loja bot me fitu. Neve na vynë 3 pikë, ose na vynë fitjoria për me kualifiku. Nuk na vynë ne me lujt bukur, me rej shtylla, edhe mes me bu gol. Se ti rejt 10 shtylla, rezultati del 0-0 se hu. Këta kanë lujt bukur, sot kanë not, nëse është për 1-10, unë i vlerësoj me notën 9, Lërësim i lartë është nëse? Se, po fitore e modë është. Edhe pse Islanda si shkon kërkajës, ma ka që mollën e në ekipit Kosovës është në ligën e dytë, në ligën e parë. Kërkajës si shkon, ekip më dëbë, unë e më të s'kam pa të lujtë, veç litë të shtojnë e së lujtë. Islanda ka qenë kampionat evropian, ka qenë kampionat botëror. E di që e ka mujtë edhe Kosovën 2 herë më përpore. Po me gjitha ta Kosova, lojtarët e Kosovës po të regojnë profesionist. Duke unis pej për tjerit, kalon Vojvodën i cili nuk është në formën e duhur. Në Torino s'po ka minutash. Nuk është Vojvoda, ai Vojvoda që ka luajtur në Torino, nuk e di çka ka. Jo tash me u gazun koma. Po, dorë koma, po nuk është ai Vojvoda që na kemi po në stadium që lun bukur e mon krahun vetëm. Po, mu më ka befasu për të mirë Paçaroda, i cili